midis Rusisë dhe Ukrainës ka përshkallëzuar situata pas goditjeve, dhe herën e fundit që ishim bashkë kemi folur për një përshkallëzim të goditjes Ukrainës ndaj Rusisë nëpërmjet dronëve që vinin nga 3 vendet baltike, në Shën Peterburg e deri në Moskë, ku ju thatë që për herë të parë pas luftës dytë botërore kemi goditjen në Moskë. Duket që Rusia ka marrë një vendim të cilin edhe Lavrov ja komunikoi, ministri i jashtëm Lavrov ja komunikoi edhe Rubios dje, për të kaluar në këtë nivel të goditjeve ku para 2 ditëve janë përdorur raketa Oreshnik, Kinzhal, Zirkon dhe disa lloje raketash të tjera plus dron për të goditur në nivele thash të shtabeve ushtarake apo qoftë edhe nivele të fabrikave që prodhojnë mjete ushtarake. Si e vlerëson këtë përshkallëzim të situatës? Më tepër se them që është një moment shumë kritik për Rusinë. Ne kemi që nga fillimi i këtij viti që kemi parë që edhe përparimi me hapa breshke i Rusisë në Ukrainë u ndalua. Pra nëse vjet në flitnin për parimet nga dalta me kosto shumë të larta njerëzore etj në Ukrainë nga ana e Rusisë, të paktën nga janari e tutje sot flasim për një lloj tërheqje ose humbje të një pjesës më të madhe të territoreve të fituar në vitin që kaloi. Pra lufta në Ukrainë është një pikë ngjecje ku për shkaqe të ndryshme natyrës ushtarake, teknologjike kështu me radhë, duket që asnjëra nga palët nuk e ka forcën për të ndërmarrë një lloj ofensive. Nuk e kishte, sepse kalimi në këtë fazë, prandaj dua të them që ja do ta shpjegoj. Po. Kalimi në këtë fazë të marr një shembull më historik. Shtetet Bashkuara të Amerikës vendosën ta godasin Japoninë me bombë bërthamore mbas humbjeve të mëdha që pësuan në marrjen e disa prej ishujve pra në momentin që arritën të futen në territorin japonez. Në Okinawa dhe në disa dhe në një dy ishuj të tjerë. Pra në momentin që u përballën me rezistencën shumë të madhe të japonezëve, për ta thyer këtë rezistencë përdorën bombën bërthamore. Jo, nuk jemi tek e njëjta situatë. Për paralelizëm e mora për të thënë këtë që arsenalin e vet para bërthamor, jo bërthamor. Rusia mund ta kishte përdorur që në ditët e para të luftës ose në muajin e parë, ose në vitin e parë të luftës. Po, që nuk e ka përdorur. Dhe nuk e ka përdorur, pavarësisht të humbjeve shumë të mëdha që po pëson njerëz. Ajo që unë mendoj është kjo, është pikërisht dobësia dhe pamundësia për ta çarë frontin, e cila e bën njërin prej palëve ndërluftuese të përdorë armë të cilat janë edhe të panevojshme për natyrën e betejës, por që rezonancën e tyre në opinionin publik ose në frontin e brendshëm mund ta kenë të madhe. Pra fjala vjen Gjermania që përdor raketat V1 dhe V2 që lëshon në Britaninë e Madhe në luftën e dytë botërore. Nga pikpamja ushtarake nuk është se bëjnë një diferencë të madhe, sepse godasin qendra, popullsi etj. Natyrisht ka një objektiv ose një qëllim që është thyrja e frontit të brendshëm, por pikpamja ushtarake nuk ndron. Nuk ndrojnë ekuilibrat në lojë. Dhe kam përshtypjen që përtej kjo kalimi në këtë fazë po thua sepse në momentin që fronti të ka ndaluar. Në momentin që forcat tua ushtarake nuk arrin dot të marrin as atë pjesë të vogël të Donetskut që ka mbetur pa u pushtuar. Kemi 2-3 vjet që shqiptarët kanë dëgjuar emra si Pokrovsk, Andrivka etj. Dhe që janë ato 4 qytetet e famshme të militarizuara kështu me radhë.
dhe jemi tashmë në një periudhë të luftës e cila duket që nuk ka në një mbarim ose ka ngel në mes. Dhe kjo është një mënyrë se si Rusia po tenton që të marrë një lloj iniciative në konflikt, po duke përdor mjetet të cilat nuk është se do t'i ndryshojnë objektivat në fushë betejë. Sa qendra të rëndësishme ushtarake godit me raketet Kinjal ose me orashnikët, sa viktima ka bërë? Cilat janë pasojat e sulmit? Kjo nuk e ndryshon, po thua, pavarësisht gjës, kjo nuk e ndryshon, nuk çon në ato thyri demilitarizimin. Nuk besoj që e ndryshon. Ajo që do ndryshon të situatën në terren, do të ishte në rast se Rusia ndërmerrte një ofensiv ushtarake të qëndësishme, bllokonte një pjesë të forcave ukrainase, kjo mund të ishte e para. E dyta mund të ishte qoftë edhe një presion mbi popullsinë, po duke pas parasysh humbjet e mëdha që do të shkaktonte. Pra nëse Rusia sot do të kishte raketa mjaftueshëm për të godit Kievin ose qendrat e mëdha të banuara, avion për të bombarduar po këto qendra, atëherë ndoshta mund të kishte një presion nga ana e popullsisë për të pushuar luftën. Me sa duket, neve dhe në kuadrin e frontit brendshëm, nuk I kam të dhënat, por nuk ka ndonjë ndryshim shumë të madh në raport me konfliktin në frontin e brendshëm Ukrainës. Sot ushtria ukrainase po tenton që të kalojë një pjesë të mirë të operacioneve ushtarake në terren tek robotët, tek dronët, tek inteligjenca artificiale. Pra duke I heqë edhe presionin mbi humbjet njerëzore që është faktori më I rëndësishëm I cili çon në ndalimin e një konflikti. Kur një shoqëri përballet me humbje të papërballueshme, me situata ekonomike të papërballueshme, vetëm atëherë mund të thyet fronti I brendshëm. Për momentin kjo gjë nuk po ndodh. Dhe përdorimi I këtyre mjeteve, I raketave Kinjal ose I oreshnikëve, ka dhe ky një lloj fundi. Pra, nëse Ukraina sot ka kapacitet të dërgimi, nuk e di se sa mijë dron, në valve dronëve në territorin rus, me kosto të ulta, oreshnikët, Kinjalit apo raketet e tjera apo Iskanderët kushtojnë. Ndofta Rusia do të gjendet edhe në pamundësi për t'i prodhuar prap këto mjete. Ndërkohë, Lavrov ka parajmëruar dhe ka njoftuar që diplomatët që ndodhen në Ukrainë të largohen, qoftë diplomatë amerikanë, qoftë diplomatë të vendeve të tjera, të largohen nga Ukraina për shkak të këtij përshkallëzimi që pritet të vijë. Ajo që dakord që ideja është kuptojmë ku po shkon konflikti kletë, se nëse kjo nuk e zhbllokon situatën, atëherë a kemi opsion tjetër se ti solle në tavolinë atë që bën Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po ndofta opsioni që patën Shtetet e Bashkuara të Amerikës sot është pak I vështirë të përdoret, sepse të mos harrojmë që presionet janë të mëdha, jo vetëm se thosh në aspektin ndërkombëtar, po kam përshtypjen edhe nga vetë aleatët e Rusisë nuk do të ishte e pranueshme një lloj zgjidhje e tillë e konfliktit, sepse çfarë do ndodhte? Ne morëm pak përpara si shembull Iranin. Dhe tham që pasiguria e madhe mund ta çojë Iranin që ta përshpejtojë prodhimin e bombës bërthamore. Po imagjino në rast se ndodh diçka e tillë, pra skenari I amerikan I luftës dytë botërore për Ukrainën, do të shkaktonte direkt kam përshtypjen militarizimin e bërthamor të Ukrainës, pra ndihmën që mund të jepesh Ukrainës për të militarizuar, ndofta jo me njëherë, por në një moment të dytë për të pas armë bërthamore. Dhe imagjino që kjo do të shkonte pastaj në do të kishte një efekt të kundërt edhe për fuqitë që kanë statusin e tillë, sepse pak a shumë ne e dim sot shumë mirë që vendet që kanë status në botë janë vendet që kanë, përveç një Koreje që është një rast shumë sui generis, janë vendet që posedojnë armë bërthamore.
Pra nëse do të bënim një lloj hierarkie të fuqive në botë, natyrisht në radh parë do vinim ato që kanë armë bërthamore duke zbrit. Me të vërtetë një vend si puna e Gjermanisë mund të ketë influencë shumë të madhe të rëndësishme ekonomike dhe politike, po pastaj një vend si puna e Pakistanit do të merret më shumë parasysh, duke pas parasysh disbalancën e fuqisë. Dhe kam përshtypjen që një eskalim i tillë nuk është i dëshirueshëm as nga Moska, sepse praktikisht do të ftojë të gjithë kundërshtarët e vegjël të Moskës në rajon që të riarmatoseshin. Nëse nuk është kjo, Klet, a jemi tek fillimi apo hapat e para të një përplasje të madhe Rusi-Europë, nisur nga ajo që në Rusi sa vjen edhe shtohet presioni në lidhje me atë që për faktin se Europa po militarizohet sipas rusëve dhe ne nuk mund të rrimë të presim që Europa të militarizohet dhe më pas të na sulmojë. Pra, a është ky përshkallëzim që po ndodh në Ukrainë? Mos harro edhe stërvitjen që u bë para një jave midis Rusisë edhe Bielorusisë, ajo stërvitja bërthamore për cilën kemi folur. Në momentin që është futur në NATO Polonia. Mënyra se si Polonia kishte bler F3 F35 e parë me çpash, po. Në momentin që është futur në NATO Polonia, ka qenë se tush materializimi i një ideje ose që polakët kanë pas për veten e tyre si të qenë një lloj bastioni, mbrojtje për Evropën nga barbaria apo nga hordhia ruse. Dhe kam përshtypjen që i njëjti ligjërim u përdor edhe në momentin kur Ukraina u fut në luftë. Pra, praktikisht Evropa është futur në konflikt me Rusinë që në momentin në cilin ka filluar ose që në momentin në cilin një pjesë e mirë e vendeve të Evropës Lindore janë futur në NATO. Vendet baltike, kjo deri tani në kuptimin simbolik gjës jam dakord, por a jemi tek fillimi një përplasje reale ushtarake midis Rusisë dhe Europës, pikërisht me këtë vendim? Përplasja se tush fizike, po të themi, mes dy vendeve, mes Evropës dhe Rusisë, është pak e vështirë të ndodhë pa pas parasysh impenjimin në NATO-s. Natyrisht që është kriju një lloj lufte e ftohtë me Ukrainën si luftë të ngrohtë mes Rusisë edhe Europës. NATO-s. Ne jemi natyrisht që kemi parë që ky lloj konflikti është shtrirë në shumë aspekte, që nga bojkotimet e natyrës kulturore, presionet ekonomike deri në përzënjen edhe të qytetarëve të vendeve respektive. Dakor. Kemi parë që tentativat edhe të sulmit apo të manipulimit të frontit të brendshëm, sidomos nga ana e Rusisë për shumë aktor politik europian. Po. Rusia ka qenë në luftë me Bashkimin Evropian që nga vitet 2000, që nga gjysma e dytë e viteve 2000, në luftë në rrafshin simbolik, por edhe politik. Sa janë partitë politike të një spektrit të djathtë, le të themi, që mbështeten nga Rusia ose që kanë parë Rusinë si një lloj fanari ndriçues. I ke edhe në Parlamentin Evropian, kështu që lufta në Ukrainë nuk bëri gjë tjetër veç se përshpejtoi këtë lloj ndjesie. Apo sa ish kryeministra janë bërë pjesë e bordeve të kompanive të mëdha ruse. Po. Dhe për këtë arsye them që lufta në Ukrainë e ka ndarë një herë mirë këtë lloj konflikti. Ne jemi në fazat në të cilat po maturohet një lloj lufte e ftohtë. Po konsolidohet një lloj lufte e ftohtë. Po maturohet një lufte e ftohtë? Po maturohet një lufte e ftohtë e cila do të fillojë, kam përshtypjen, me zgjidhjen e problemit me zgjidhjen e luftës në Ukrainë. Pra neve nuk do të shohim kur të mbarojë lufta në Ukrainë një lloj paqe. Bashkuar Amerikës janë tërhequr nga si mediator të një armëpushimi të mundshëm. Shtetet Bashkuara të Amerikës janë tërhequr. Shtetet Bashkuara të Amerikës po tërheqin forca nga
Gjermania ose nga vendet e tjera të NATO-s. Ndërkohë Rusia shton dhe prandaj po them që në çpik jemi. Natyrisht, unë nuk besoj që Rusia sot ka kapacitet për të sulmuar Evropën. Nuk e besoj sepse për kaq vite konfliktin në Ukrainë i duhet të rikonstituoj komplet arsenalin e saj ushtarak. Dhe unë kam përshtypjen që do t'i duhen diku 4-5 vjet, ndofta dhe më shumë, për të rindërtuar komplet arsenalin e vet ushtarak. Është gjë banale. Rusia është një vend i cili nuk ka sot padronancën apo kontrollin e hapësirës ajrore në Ukrainë, ndërkohë që ka një nga forcat më të rëndësishme ajrore në botë. Është e pa imagjinueshme ta mendojmë sot një konflikt Rusi-Europë. As rusët nuk e kanë imagjinuar dot një konflikt Rusi-Europë. Bile, po t'i kthehemi pak historisë, në periudhën e luftës së dytë botërore, operacioni Barbarossa u shit si një lloj sulmi i Evropës së Bashkuar ndaj rrezikut bolshevik. Pak a shumë Gjermania naziste këtë gjë tentoi të bënte, pavarësisht se nuk mori pjesë e gjithë Evropa dhe Rusia, duke pas parasysh këtë lloj rreziku që mund t'i vijë nga Evropa, çfarë ka dashur të bëjë? Të paktën që nga mesi viteve 2000 tutje ta ndaj faktorin europian, të delegjitimoj Bashkimin Evropian, të ketë marrëdhënie të veçanta dhe specifike me vende të ndryshme, lexo këtu Gjermaninë, ta varsoj nga burimet energjetike Evropën, duke përdor gazin si presion, si lev presioni diplomatik. Këtë gjë ka dashur të bëjë Rusia. Prandaj po them që lufta në Ukrainë thjesht do t'i japi formë dhe fytyrë asaj që ne do ta një luftë të ftohtë në vonë Evropë.